18 faqe për Çamërin, vetëm 18 faqe për Çamërin, dhe këto 18 faqe i kemi faljush, që keni një ndërgjegje dhe ju tret shpirti për këtë trev të shqiptarëve të Çamërisë, por po kaq mendoj që janë shumë pak faqe, 40 e ca për Kosovën. A mendoni se është një lloj regresi dhe nuk është se po bëhet më mirë dhe nuk po rishkruhet më mirë? Pikë së pari dua ta theksoj që për këtë botim që kemi përpara, pra me 5 vëllime, historia e Çamërisë është një vend të merituar dhe do thoya unë plotësisht të sakt nga pikpamja shkencore dhe ka një vend goxha të madh. Do të thonë është sigurisht me përqindjen më të lartë që është shkruar ndonjëherë në raport me faqet e tjera, pra se gjithmonë ruhen proporcionet, ka proporcione në shkrimin e një vepre shkencore dhe është dhënë në mënyrë shumë të argumentuar dhe të detajuar dhe të dokumentuar mbi të gjitha, duke u futur edhe këtu dhe dokumentat nga gjitha llojet arkive që u përmenda përpara, por edhe pikpamjet e historiografisë greke, të cilat është bërë polemika me ta në këtë botim. Kështu që ne do thoya unë, ja kemi arritur qëllimin që një vepër sintetike akademike që është vepër e Institutit të Historisë, janë 46 autorë që janë autorë nga Shqipëria, nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë që kanë punuar për këtë vepër, ne kemi arritur që t'japim ta vendosim në vendin e duhur historinë e Çamërisë. Botimi i ri i Akademisë Shkencave, i cili ka shumë shpejt pas këtij botimi, është një botim që bën një sintezë të sintezës. Pra, vetë ky botim është sintetik, por është sintetik në përmasëm disi më të gjerë, sepse ishin shumë çështje shkencore për t'u argumentuar dhe nuk mundesh që të nxirje thjesht me një vepër shumë sintetike. Pra, duheshin elaboruar dhe dhënë në këtë formë. Grupi drejtues ka vendosur që kjo ishte me mira e mundshme. Thashë u morën gjithë ato arkiva, po gjitha ato do gjenin një refleksion në mënyrë sintetizuar, kuptohet, në këtë vepër. Do ta ndërtoja pyetjen edhe në një formë tjetër. Nga historia e Shqipërisë u bë historia e shqiptarëve. Pa është vërtet historia e shqiptarëve? Tani Akademia ka bërë një vepër tjetër e cila do të ketë më shumë synimin për të botuar në anglisht, për gjuhën e huaj. Dhe sigurisht edhe kjo është mirë të botohet në gjuhën e huaj, por një vepër me një vëllim për gjithë shekullin 20, sigurisht për lexuesin është më e huaj, është më e përshtatshme sepse ai nuk e ka kohën dhe do të interesin për të lexuar 5 vëllime, por kjo ka këtë anë të mirë. Por ajo nuk është se mund të bëjë ndonjë progres apo ndonjë diferencë të madhe me tezat e kësaj, sepse që të bësh diferencë të madhe të tillë duhet të bëhen kërkime të reja, edhe atëherë vepra të reja shkencore, se thash që vepra shkencore janë të sintetizuara këtu, edhe atëherë nuk mund ta bësh, domethënë. Por debati më i madh sigurisht ka qenë për luftën e dytë botërore në Shqipëri, që vazhdon deri sot kësaj dite midis historianëve. Unë i respektoj të gjitha pikpamjet ku janë pikpamje shkencore, sigurisht, edhe ata që janë ndryshe nga pikpamjet që ne kemi, dhe gjë më e keqe është të vendosësh epitete për pikpamjet, pra nuk është serioze, siç u përmenda përpara deputetin socialist, kupton, por aq shkalla e formimit të tij, dhe kjo është përbën një problem, sepse kur politika ka një emancipim të kufizuar, është e rrezikshme për institucionet, sepse ata janë vendimarrës në Kuvendin e Shqipërisë, në procesin e legjislacionit shqiptar etj. Pra ka rrisje në këtë drejtim. Gjithsesi, kjo është Shqipëria në tranzicion dhe ne e kuptojmë, ne do shkruajmë në bazë lirisë akademike duke qenë të lirë, siç kemi shkruar këtu, në këtë botim dhe në gjithë botimet e tjera, flas për veten time, po dhe shokët dhe kolegët e mi, domethënë, shkruajnë edhe ata që kanë pikpamje ndryshme nga ne, dhe kjo është gjë më e mirë që ne do të shkojmë duke i do të ballafaquar pikpamjet me argumenta shkencore, jo duke i denoncuar apo duke i etiketuar. Dhe aq më tepër duke i dënuar nga pikpamja politike. Kjo është vetëm mënyrë që ne të ecim përpara se gjithë kombet e tjera. Edhe historiografia në botën perëndimore, që është bota më e përparuar, ka pikpamje të ndryshme, ka debate, ka diskutime, por ndryshimi i tyre me ne është fakti që në shumë ato përgjithsisht ato bëhen brenda stofit akademik, brenda nivelit parametrave, pra vijave
kuadrateve akademike, jo, nuk kalojnë që të ndryjë politika për shembull siç ndryjnë këtu dhe të bëjë ajo historinë.